doja të dija më shumë për idenë që ju keni për ballin kombëtar, për te çfarë bën me italianët, çfarë bën me luftën, çfarë bën me partizanët, çfarë bën me luftën. Domethënë, ca gjëra duhet t'i harojmë ne, ose ne nuk i njohim fare në fakt, jo t'i harojmë, po ju që keni luftuar. Ca gjëra mos E ç'të të them? Duhen haruar, duhet lënë kujtesa që të bëj punën e vet, ndonjëherë të fshit ca gjëra, se ne jemi pak, ne jemi një popull. Unë pavarësisht se që bën, ajo që bën, që u bashkuan me Gjermanët, ajo emrin e ka tradhti dhe nuk mund të, edhe tradhtia asnjëherë nuk lahet asnjëherë. Kjo është historia njerëzore. Bën që bën, lëftuan, u bën bashkë me ta, lëftuan dhe me lëvizjen e me popullin e tyre, jo me lëvizjen, se nuk ishin lëvizje politike, po ishe për çlirimin e vendit. Bën që bën, pas çlirimit, mendimi tim ishte që duhet ishte arritur, siç u arrit në shumë vende, pajtimi kombëtar. Siç u bën disa nga këto vendet evropiane, edhe këto kanë patur probleme të rënda, mase ke patur raste që ashtu kanë patur, për shembull Franca, pati probleme të tradhtie. Franca lozanjare, brenda 10 maj u sulmua, më datën 17, 20 e ca, kapitulloi, nënshkroi, po në Versailles ku kishte nënshkruar faqen e luftës parë botërore, nënshkroi kapitullimin.